Kemi mundësin të gjithë që në rajon, pra në Ballkanin Perëndimor, të shfrytëzojmë pjesën e roaming pa asnjë tarif shtesë në telefoninë celulare. Që do të thotë që kur kaloni kufirin nga Shqipëria për të vizituar një nga vendet e tjera të rajonit, mos keni frikën se telefoni dhe fatura juaj në fund të muajit do të jetë edhe më e shtrenjtë se sa udhtimi. Pra, telefonatat, SMS-t dhe interneti do të jetë pa asnjë kosto shtesë dhe nga ana tjetër besoj që ky nuk është përfitimi i cili lidhet vetëm me pjesën e kursimit të atyre parave që gjithë secili do dojë që t'i shpenzojnë ndryshe dhe jo për telefoninë në roaming. Por kjo është një ditë e mirë sepse ne sot kemi eliminuar barrierat dhe kufit përsa i përket pjesës së telefonisë celulare, pra rajoni sot është pa kufi përsa i përket komunikimit me telefon, dhe nga ana tjetër është dhe shpresoj një augur i mirë edhe për marrëveshjet e tjera që RCC-ja po koordinon. Ato të lëvizjes së qytetarëve në rajon me ID cards, apo heqjen e barrierave për biznesin në rajon, e cila do t'i jepte hovë edhe më të madh pjesës së tregtisë. Pra, gjitha këto janë agenda që e çojnë rajonin drejt një tregu të vetëm të përbashkët, ndaj dhe them se sot është një ditë historike, sepse përfitimet janë të dukshme për qytetarët, sigurisht edhe për biznesin në rajon. Dhe më lejoni në fund, me të vërtet, unë duhet ta lë modestin më një anë dhe të them që jam krenare që RCC-ja në 26 muaj dhe fiks 26 ditë, ja ka arritur që ta përmbyll me sukses këtë marrëveshje, por më duhet të them që falenderimi i takon të gjitha ekonomive të rajonit, duke nisur sigurisht nga pjesa e leadershipit politik, nga autoritetet rregullatore të komunikimeve elektronike në ekonomitë tona, të cilët do të monitorojnë zbatimin e suksesshëm të kësaj marrëveshje, e cila nga ana tjetër do duhet që të zbatohet plotësisht nga operatorët vendas të telefonisë celulare.